qytetar, kjo protest nuk duhet të ndodhë të kur. Nuk duhet as të mendoj që në vitin 2026 studentët e dinin në rrugë për gjuhën e tyre. Po ja ku jemi. Po studentët të ndodhë, nuk jam të meqe. Por para se të jemi student, para se të jemi profesionist, ne jemi shqiptar. Dhe kur preket gjua, preket vetë themeli. Gjua shqipe nuk është veç mënyra si flasi, është mënyra si ekzistojmë, mënyra si kemi mbjetruar, qëndruar e si kemi ardhur deri këtu. Si shto është të fishta, gjua shqipe, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e li. Kjo është gjua jo, kjo është identiteti ju, shqipe, ku sa si më në nësërë. Ne jemi studentë të drejtësisë, ne jemi ata që nesër do të mbërmë ligji, por sot jemi detyruar të dalim këtu për të kërkuar diçka që lindi tashmë e një. Të drejtën për të përdorur gjuhën tonë anëtare. Që kërkeset e pruar, kjo është minimumi, baza, digniteti. Sepse një shtet që nuk zbaton të drejtat e veta që i ka shkruar, nuk është i fortë, është i prisht. Nuk kërkojmë favore, kërkojmë barazi. Dhe le të jetë qartë të gjithë, ne nuk jemi kundër askujt. Ndoshta kundër futbollit. Për vetën tonë, për gjuhën tonë, për të ardhmën tonë. Mandela thoshte të flasësh me dikën në gjuhën e tij, do të thotë të flasësh në zemër. Prandaj, sot ne kërkojmë që shteti të na flet në zemër. Me gjuhën tonë, me shqip. Sepse gjuha është historia, është qak, është kujtesa. Dhe një popull që detyrohet të kërkojë gjuhën e vet, nuk ka problem gjuhe, ka problem drejtësie. Sot jemi këtu të qetë, të vendosur, të bashkuar. Ndoshta edhe aq qetë, po. Nuk tolerojmë që shqipja të trajtohet si opsion, sepse shqipja nuk është opsion, shqipja është identitet. Sot, nga ky shesh, nga ky zëri i përbashkët, ne po themi një gjë shumë të thjeshtë. Nuk ka shtet të së drejtës pa respekt për gjuhën, nuk ka parazi pa shqipe, nuk ka pavarë pa shqipe. Dhe ne jemi këtu për këtë, jo për sot, po për nesër, për të gjitha ata që do të vinë pas nesh, sepse ne jemi brezi që nuk esh, ne jemi brezi që nuk dorëzohet, ne jemi brezi që mbron dhe flet shqip. Kjo nuk është vetëm betejë jonë, është amaneti atyre para nesh, dhe përgjegjësia ndaj atyre që do vinë pas nesh. Le ta dëgjojmë të gjithë. Ne nuk do të rriqemi, nuk do lodhemi, nuk do ndalemi, derisa e drejta të bëhet realitet. Shqipja nuk negociohet.